Rruga Sami Frashëri në Tetov edhe pse kishte filluar të rregullohej, megjithatë është lënë në gjendje të mjerueshme dhe të papërfunduar. Mos përfundimi i punëve ka bërë që kjo rrugë të jetë për plot baltë dhe gropa, që e vështirëson qarkullimin e banorëve të kësaj lagje, qoftë në këmbë, qoftë me automjete. Situata më shumë është rënduar për shkak të rreshjeve të fundit, të cilat e kanë bërë këtë rrugë të pakalueshme dhe vështirë për qarkullim, dhe duke u shkaktuar dëm automjeteve që qarkullojnë në këtë rrugë, kryesisht banorë të kësaj lagje. Lënia në këtë gjendje e kësaj rruge ka revoltuar banorët, të cilët kërkojnë ndërhyrjen urgjente të komunës për të përfunduar rrugën. Hala prasëm dhe Bojshtajnit në pak. Ashtë e nevojshme e kanë bërë që këtë me kanalizimet hala, i kanë bërë kur që hala s'kanë nëjsi. A duhet nëjset kjo rrugë është. Jacim non stop, vetëm jacim. Se stalim ne duhet të remoguar, ne të kwasu rrugën, duhet bëhet. S'ka nevojë më gjithë, dhe të bëhet sa glome që është. Njerëzit punojnë aq sa munden, edhe aq sa kanë mjete. Tashti nuk duhet me u ath fajin gjithmonë. Çka mi bëj, dhe kjo rrugë kanë shumë vështirë të bëhet, e ngushtë është, sën hynë aparatura, makinat. Po do bëhet inshallah, do bëhet, ne kemi shpresë. Kemi shpresat mëdha. Nga komuna e Tetovës thonë se vonesat në rregullimin e rrugës janë si pasojë e ndërhyrjeve shtesë në rrjetin e kanalizimit atmosferik, premtojnë rregullimin e shpejtë të rrugës. Aty është bërë gryerja e asfaltit, pastaj është edhe vendosja e rrjetit atmosferik. Për shkak të disa kyçeve të reja është vënuar puna. Unë besoj se brenda ditëve të ardhshme, me përmirësimin e kushteve atmosferike, do të fillojë të asfaltohet edhe ajo pjesë e qytetit. Banorët e kësaj lagje kanë vërejtjet e tyre në lidhje me kanalizimin atmosferik, sepse ai është hapur vetëm në një pjesë të rrugës. Ata kërkojnë që segmenti tjetër që frekuenton në pjesën për nga lumi Shkumbin të bëhet me kanalizim atmosferik, sepse gjatë rreshjeve të shiut grumbullohen sasi e madhe e ujit që depërton dhe në shtëpit që janë aty afër rrugës. E kemi marrë parasysh kërkesën e banorëve, janë duke u shqyrtuar gjitha mundësitë, po besoj se edhe ajo kërkesë e tyre do të plotësohet, por ngelet shihet ditëve në vazhdim. Krahas kësaj nëpër rrugë vërehen edhe mbetjet nga gryerja e asfaltit të vjetër, të cilët nuk janë larguar, por qëndrojnë ende aty.